Po. Ditën e parë nuk ma ke përmendur. Po menoj prej herave të para, mos të kapemi tash për fjalëve. Thjesht e di se që kjo është do me thonë pika jote e dëp. Pse pa marrë parasysh edhe pse unë e kom thonë, ti bete pranon që që t'loj ti ki zgjedh me bu. Po foljem dej para 2 javë. Ti e double standard. Dej para 2 javë. Jo, unë jam double standard se për shembull kom zgjedh me. Se s'ma ke thënë dhe ti gjumin ato kur rinim ha i. Veç pak unë na atëherë u kom ku kena pas raport mirë. Unë do me thonë pjesën e gjumit, ta kom cek ty prej fillimit. Jo, pjesën e gjumit unë ta kom cek prej fillimit. No, prej fillimit unë ty ta kom cek pjesën e gjumit. A kena pas raport në linje? Nëse ti edhe unë, e di këtë sen se na, e në të pasin bashkëbisedim ose debata, që më shka Po pra, po këtë debati, një sekund, bashkëbisedimi, në momentin që ti hedh direkt një ofendim, se për mua, më thua fake është ofendim. Po jo, unë nuk e shë si ofendim për diri sa te. Në qitë moment, nuk e dëshmon me kunder argument, po veç që gjenë mundësin që unë ty të ndërprejva, dhe tash në falë që në moment, të ty ta e bën gjithmonë. Jo, që s'ma ki thonë ma herë, unë pjesën e gjumit ta kom thonë edhe ma herë. Unë pjesën e gjumit ta kom thonë. Po qysh më s'ta kom thonë në debatet kanë linë të pjesa gjumit ose të kom thonë gjyshe, edhe kom thonë gjyshe për shkak lues që e bën, edhe që mos ta kom përmen. Lojë një javë në parë. Që mo nuk ta kom përmen. Unë pra për shembull mendimin për ty që 2 javë ti më aktive je, ajo është fakt. Po, që pjesën e gjumit ta kom cek për fillimit, ose që ti u konseni, që t'ka bezdis mas shumë, është fake, e ke filluar vonë, no, e ke fake, për shkak se unë, ati që shkallim, kër e kena pas në Hyger tani bashkë bisedem, edhe kena thonë që na një mëgjë se kena pas një raport, ti e kuna ajo që ki thonë që realisht unë nuk e kum dje. Që të kom thonë, unë të kjo pjesë jo mirë, se nëse e kam një raport mirë me dikon, një laf, një muhabet, përveç lues, unë e ndjej. Dyshe për tjej që nuk e pas këndjej, që të kom thonë një fake. Kam thënë atë, e ke thënë ti, e ke thënë ti, se kom komentuar në pjesën ti, nuk e kam thënë në ashtu, e ke thënë ti si që ke dash, para krejt njerëzve, ti e ki thonë një sen prajnë para krejt njerëzve, një fjallë që ki qitë prej gojes, edhe mas 10 sekonda vje mundu me thonë që se ki thonë, kur realisht e ki thonë. Edhe tu ka dash 4-5 veta me thonë që i gerta e the. Po të se ki pranu dhejta tu kam bo 4-5 veta. Po e ki thënë, po masi tu kam bo 4-5 veta. Po, ti thash se thash. Si e kam thënë, ti e drejta, se qyshe thënë, qyshe menon, ti e ta intension. Unë vazhdoj ta mendoj po njësoj. Po pëse kalon nga dek në dek tani? Qa, do me mlet gjera kunder meje? Jo, o zemër, nuk vuj pas e pjesë, unë ju kajtëm sene që këmë thonë për fillimit. A jënë zbeta për ty që to? Po pëse ki problem që unë për ti cekë qëtë sene? Pëse ki problem? Ti e cekë pëse për më të fejt? Pa tjetër, pa e kam pytë që atash ma për para. Unë për të thëmë që pëse the, pa tjetër, po që në për thëmë pëse janise, unë për thëmë që tash je fake, për deri sa ti e thunë qitë moment, edhe thu e ki bo gjithmonë. Se ke thu që e kun bo gjithmonë, pra, hajt. Sepse ti është metoda jo që ti ti zgjedh me bo. Jo, po nuk është pra më lërë të flasë. Po ti mund është me thonë, po në qështu e shë. Unë qështu e shë. Jo, vla, unë nuk jam këshu, nuk debatoj do të në të formë. Respektoj edhe tjetëri për mënyrën se si debaton. Pa tjetër, po jena të debati bashkë. Tani, në momenti që unë e vërej një herë, them, okej, e vurare. Herën e dytë, herën e tre, herën e katër, ta them. Sepse jam bërë shumë. Si që nga fake këtu? Po jo, është, unë e prapë e thëmë që është fake, se nëse ti thu që gjithmonë e kumë bo, unë e di që ju gjeta ku t'ka diçka kundrejt meje, nuk e kursen asë se dhe një moment. Nuk e kam bajtur një herë, 2 herë, 3 herë. Ti gjithmonë ta. Tani mos u kap me lafe, jo, nuk kap me lafe. A di pse po e thëmë që je fake? Se nëse unë e di që kësha bo ti kundrejt meje, ti kundrejt meje nuk kurs po fake, se nuk kursesh, ku të është raporti momenti që unë e mendoj që duhet thënë. Edhe për që ta të thëmë që je fake, ti nuk kursesh të one. Ti nuk kursesh për të tjertë. Ti kursesh. Për Klodin. Ti kursesh o zemë. Po kursesh. Ti mendoj që se kam thënë unë Klodin? Qësh ja ki thonë? Unë s'kum po që ke thonë. Qësh ja ki thonë? Ti për Hajti hapim kartat. Hajti hapim kartat, mi merë një gjithë e ratë. Ti kur nuk e sulmon Klodin, për shumë që shumë sulmon mu. Nuk mund të flasë vetëm ti. Po jo maj foli, hajde ja fjellë ti goje, së në foli. Si jap do si pura jote, vla. Po qa me bota, shkjo pun të racikoti. Për mja thoni diçka që ti nuk pajtosh me dikan, edhe me sulmu për që ato, dalla shumë. Jo, më thuaj. Nëse thu për me cekë, jo me fakte, sinqerisht se ka pas fokusin. Klodi, qëfar nuk i kam thënë unë Klodi? Unë, ti gjithë sa që Klodi e thëtë për situatën më thunë një. Ti e dakar, jo, veç edhe njerë që për ta ceke dhe për kena të ajo, që nuk e kumpo lujën tane ti, fakt se s'kumpo që bën aj lujë e Hyger, përveç që komentar, po jam të thonë që nuk e ditë sak me moj veç me full cut, nuk ditë diçka me konkretisht, po përveç që me tendencë, po që kjo është që ti me tendencë,
I thu senet me lëndrimit. Edhe për qëtane ty të thëmë I thu mënës ishvritëzën edhe e sulmën. Se dalën shumë, një adhon dikujna, unë që jadham lëndrimit për senet që... Më tua një rast që unë jam sullu lëndrimit. Unë jadham lëndrimit që shpajtone. Përveç ati dje. Jo, ti kitë sene bën shpesh, e vone ty nuk pajsoj të kjo pjesë, a di pse? Se na prej fillimit e kena pasun e ti. Edhe une e thëmë, po jo në cekë i fillimin, se dhe te cekë i fillimin se nas këna pas kur një raport. Prap ishe ti që mu sule dhe jo unë. Më thua një rast tjetër. Pse të sule one, se Hygeta... Për të njëjtën gjë që po thua tani. Pse e the ti, pse je dakord me Aurorën Po për që ta të thëmë se ty... Po s'ka rënë lafi më burri dhe Hygeta, në momentin që përshamë... Jo, ka rënë lafi. Po ti vetë të ceke... Ato nuk ka A o dalë edhe në prajmë që përshamë unë e ngacmoj Hygetën, përshamë edhe me nëzit me banorët e tjerë, Hygeta nuk reagon, për reagon në momentin që është ses, Hygeta elaboron, që unë e shoh që përshamë, në qatë moment i mungon gudzimi mu ballafaqu qati për qati me qatë mungon gudzimi, unë kam folur për gjëra shumë të rëndësishme. Ti do me thonë elaboron, e me nëmë shka me thonë, të na e qekë për gëtume, që që s'ka për gjëtë Hygerta ka maturi. Për ndryshe, Hygerta nuk është... Po pra, po unë nuk më mungon gudzimi me të tjerë, më mungon gudzimi me edhe me mund këtë rast e bën edhe me mund këtë rast. Për me thonën e në diçka dhe për me dojme diskutu me ju, unë e menoj 2-3 herë, se unë jam e motor, kash. Jo, nuk e kam diskutua, jo. O, Hygerta, po të këtë sene bën, nuk i thot direkt, Po nuk është shpejt, olla! Jo, fejt, unë e mora për që situatën, pse? Nuk është shpejt, janë njëri që duha ti mendoj gjëra, nuk du t'i bitë qaf veç një moment, i thëm Hygetës fejt, për shkak që nëse realisht që kësen kishë ndohë, të e pas parasysh, nësë unë ta pas na bo gjithmonë, të e pas parasysh që Hygeta nuk em kursen, edhe vendos me thonë gjithmonë, veç për rastin e parë në shoh fejt, kjo ka mënot me më qitë që për shemull, unë Hygetën se kom respektu kur, për që kjo pjesë. Po tani, pse s'janë fejt, që ta thash? Se ajo që është fejt nuk e thot fare. Jo, real desh nëse ti e kini me nime dhe nuk e thu, edhe në momentin që e thu, unë e për shamull të shoh falë, se ti e ka mënosh me më qitë mu, që gjithë mund ta kumbo, e unë e po të thamë, jo, Hygerta. Bën si kur të kupton, dhe pastaj vazhdon, pum, i bje një zamër që kjo jo mone, so nuk muna mu miratu me qka dëshë ti e thu, se në mas për shumë drejt meje. Hygeta sa ko 3-4 herë orë ma ka bo pëse ti mund nga të smën të gjumit, pëse më këti mund ka shumë. Edhe në brejtë që nga të smën edhe i bërë pra. E po? Te, sane që ty të nëzitin, dhe bati me lëndrimin ti po jo tek pek të më për shumë, është gabimit e te. Për që të fone frape shatë. Për pas pasur që së më kursen. Sane që ty të nëzitin, edhe ty nuk pëlqenj, ti i theksëshëm, gjo që të lojtarët i bën shumë, ja bën më atlet punën për me të ngacmu ato ku ta dojnë. Jo, një sekund. Po, për mendim tami në Po flasim për gjëra madhore, që unë e kam ngritur zërin në çdo moment, dhe ky është i vedishëm për këtë, besoj se nuk e mohon. Jo, që Hygerta ka pas raste, që ka godit, që ka pas analizat sakta, jo s'vjen shpreje. Në moment, po në ato që ja mohon, jeni për të dy edhe s'pëllini me fola, vashore. Po aman mi që co, ka dar një zemra që co. Po s'mu flisi vetëm ju të t'lip dukem, s'kem të të shoj. Unë s'kam mundësi me fol. Respekt për bashkëbiseduse. Një aftësi që na e kena që fullum shpet. Të keni, unë se kam shpet, më mirë flas nga dalë edhe të pak të në di që them. Po edhe najtë nga që a thujnë. Që a the? Së është të mungon edhe ty shpejtësia po hajtë? Ore, po tani unë po flas për guxim. Një gjë që prek lëndrimi është ti s'ke guxim. Realisht po. Po një sekund. Qati për qati nuk e thu. Ore një sekund, po pse kam të për gjëra tjera që kanë qenë më të rënda, kur se ma të guxim, kam frik nga ty unë, në që të shashuse, nga tere si s'pas kam guxim. Po s'ki guxim e thonë qati për qati, ti do me thonë shluangesh, edhe më sanina, për e shë, po ani des ki guxim e thonë qati për qati. Se unë ka japi opinionin tem, zama. Po s'mund t'japi vetëm ti opinionin, të gjene pa ti pe japi, po fajtona dhe të bëjmë që është jo, se se kam qute Pa një qaje, po sen s'po thu. Po po t'lo, po ti t'jesh të dunë. Po të pëlqen ty. E unë e po e theme s'po pëlqen ty, pra. Kur unë pas kam guxim të ngre zërin në gjëra madhore dhe që janë të rëndësishme, s'pas kam guxim për të gigjimijgjit. Vesh një sekund. Iku kjo. Një sekund. E dyta. Kur unë them që
nuk i them momentin e parë, sepse dua t'i mendoj, sepse nuk du t'i bi në qaf njeriu kot. Regull, dhe kur e them, do të thotë që e ka menduar dhe jam e bindur për atë që mendoj, dhe ta them, të një të s'përqenë, s'kam që të bëjë. O, nuk po të thëmë, unë e më ka thëmë fake, o, Hygerta, ti asë po kuptonë, nuk jo, po do me se kushtu. fjallë rënë fake, nuk Jo, jo, unë e ka të Temi që vlerësohet këtë loj është që ti nuk t'interesa qa menujnë tjerë, që është del jashtë e dhu menimin ato për ato, për sërca, për qenë të goja, po që kjo është gëzimi që vlerësohet këto, ti vlerësohet për ato që je, kjo të thonë po pa përës të kjo është, kjo është gëzim që si interesën e, që kjo je menimi rënta, pa më varësisht, ti nuk i ka lë, që kjo është, ti nuk është që s'ki gëzim që ti nuk di me komentu një diçka dhe nuk di me ta, po ty shumë ti ki me të opinioni tjere që shi të dolë, që i të bonjë, Hygerta sa, po një ka vetë dhe vjetë, unë e ka se ti vetë thu, unë jam që kjo, kom marrë deri që to, kom bagajë dhe nuk e kam jo, të e di, po ti... Po i gjerë, a di nuk që të mund dhe dikuj që spajtot me mendimin tënë. Jo, nuk është kjo, unë po them që e mendoj gjën, pra detajet, për të mos i rënë qaf njeriu kot. Pra, jo me gjë të rëndësishme ose që nuk është e vërtet. Jo se kam frikun opinionin, se po që ishte për opinionin se shqepja gojën fare. Hygerta, ti e që si karakteri, gjë që unë e vlerësaj. Unë të thash, pra unë dua të kem gjërat në kontrol. Bravo, po unë po të thënë, po dhe nuk ka këtu kur gjë të keqe. Po jo, pra, po jo opinionin, se ti përmëndë opinionin e njerëzve. Jo, edhe me Hygerta edhe me nënat sen. Për banorë, thua ti. Unë jam të volma për ty si njëri. Jo, kur the opinionin e njerëzve. Për jashtë, jo, moj fare. Po, Hygerta, po, a di pse? Hygerta ke kom që ti nuk e shet ftyren, për lekët për famë nuk bëj sene. Po, pse ajo të kesh guzim të atuash moment me ndimin është mu që s'kam respekt për përbash bisedoj, për sani në njëtë e bënë vërtet. Si shet ftyrën është ti milion është për e nërme edhe ka përta qka t'vje për fora. Rap, tap, tap. Po s'lema, folë qik më nga dalë. Po, okej, zame Po pas të të shumë dhe gjojë, me vla, folë. se si kap gjithë fjallet, më kapir, Çu ti kap fjallet. Okej, produksioni bën slow motion që Hygerta me kupton pra çka kena thonë nëse veç del. Ngam. Unë e po të thëmë që Hygerta ka zgjedhur me kënd që kjo që është. Normal që gjithë secili çto e menon opinionin jashtë. Pse? Se edhe unë di fjalë banale, di fjalë me të prek, di fjalë që o zoti më kuç truni. Po, ajo çapo du me thonë është që momentin kur është për shembull mundësia për me reagu të qaty për qaty, unë e shoh një mungesë guximi për janës Hygertës me thonë mendimin për shkak që shpejt se këti. Mos për vjen dikuj në qaf, mos për del keq, mos për bëm këta, mos për dëm këta, për shkak se ti... Po është mungesë guximi. Është mungesë guximi. Nuk ka logjikë që po thua ti. Është mungesë guximi se mos po i bie njeriu në qaf. Po se ti do me thonë, do me jep një opinion shumë perfekt. Kjo është maturi. Ti do me jep një opinion shumë perfekt. Po është mungesë guximi me thonë qaty për qaty, se ti do me dalë shumë perfekt. Ti do me dalë shumë perfekt të Hygerta. Momentin që ti nuk e thu qaty për qaty që menon, se për shkak që mundet mos me kona ashta qaja, pa e menuti, thell, që shë bën në situata caktume, është për shkak që ti nuk do me dalë keq. O, logikisht nuk qëndron. Nuk është mungesë guximi të tregohesh e matur, jo. Hygerta, unë e maturin për e vlerësaj. Sepse, Aurora, që fse unë i shoh një detaj, nuk dua ta kem keq, do me thënë interpretuar, pra duhet ta shoh edhe një sjelljen e saj, që mundem t'ja them dhe ky, kur unë ja them asaj, ky është mendimi im dhe s'maluna topi. Oj, Hygerta, unë e fendi, po ti nuk jetu e kuptu, veç pak, nëse unë e kom një opinion, unë e si lëndrem, ndaj Hygertës, edhe nuk du m'ja thonë, për shkak që nuk du me se për shkak që mundet mos me kona ashta qaja që po e menoj unë për momentin, edhe thjesht unë nuk kom guxim për shkak që menoj që nuk del keq ose nuk është ajo që unë po e menoj. Po përdojmë fjallën, do me thë po më rëndoni me këto nuk kam guxim, se po më më zini si vjakse, edhe kjo jo. E po për zini fjallë tjetër, sepse keq interpretohet, unë Jo, për më po se ki guximin me thonë, unë e kicane e kom vrejt, nuk po ta thëm këtë, e kom vrejt lavanderiku për shembull unë ty të ngacmoj me tendencë të kom ngacmu gjithë banorëve që jënë kom prezent, a ishe një Hygertën si finaliste. Edhe për shembull Hygerta zgjedh me jap një mendim, po menoj banorët jo, por Hygerta nuk reagon. Masanina, mas disa orë me ma bën, pse ti më ke mu kaq shumë, veç fakt. Qish ma the? Ti e shumë se je ka që interesuar nëse do shkoj unë finale apo jo. Okej, ishte me pip,
Po, okej, po ti pse se the që aty për që aty? Sepse se pa ti prit mos për shembull unë t'jepi një opinione të na janë nisë debate kështu. Po, jo. Që kjo është mungesa që ti do me lujtë se për shkak të bagazhit që ki, që s'ka kur gjot keqe. Edhe jemi duar trokit. Ja mund të është bagazhit dhe jo me lujtë se. Kjo është hygerta dhe në jetën e përditshme. Po kjo është hygerta dhone, po e komentoj lojën e hygertës që s'ka kur gjot keqe, që është mja jep doren. Se hygerta nëse den të shtuj ka me dojtë si zoj. Nara të folë për lojë, për gëzimit e pjesa e lojë. Lojën e bëjtë se cili si pas mënyrës Po bravo, edhe unë si kur ti që e komenton lojën teme, që për shembull mundet me konë shumë mendimet tua që unë nuk pajtona, të njajtin opcione ki me bo dhe unë me mendimet e mija që ti japi ty. Po, ty si person, edhe si lojtar, dalojnë shumë sene. Ti jena është ta e gudzimshme, po për me jep një opinion, në loje mungon gudzimi që aty për që aty, edhe unë këtë sene kom vrej, u dalë edhe praj me Benitën, ka thonë që tu, ju për shemull atje, pse se the që atje, pse për shemull se nise diqka, me pojnë, se i mungon gudzimi me bo që të sen, se du të me menu gat qka që shtet me thonë, e kër e menon një gjeta gat, aty është me alja dorën se godet, Kthejemi një detaj tjetër. Dje, kur unë thash jam dakord me mendimin e Aurorës, tim the fake. Për çka? Për mendimin e Aurorës. Po për cilën mendim? Të pra të finales, që do jetë e mërzitshme. Se ti e nëzore e bezditshme, po në fakt në thamë e mërzitshme. Po. Ti më the fake. Veç pak, pse të thash? Prit. Fake. Pse fake? Për çfarë arsye? Për shkak që une, nëse Hygerta Sako e ka qatë mendim, do me thonë Hygerta Sako po bjenë kundërshtim me veten, se mu po më thë që për shembull ti ki zgjell me lujt loj me 2 standarte, mos mi komentu shokt, ose mos me boj loj, okej, po ngëm, mos me boj loj, për shembull me shokët e tu po me tjerë, edhe Hygerta ato e pas parasysh që e ka pas qatë mendim, po që është ma afërt me Klodin, zgjell me thonë qatë sem për njëve të treve, që aty kur Aurora e nis, e jo për shembull kur Hygerta e ka pas qatë mendim dhe ka mujtë me thonë. Për çfarë thonë që je oportuniste dhe mundosh me shfrytëzu situatën kur tjerë të nisin. Oportuniste, do me thonë përfiton kur tjerë të hapin. Përfiton për shembull oportuniste, mos kesh kuptona. Oportuniste në situatën e caktume, kur tjerë të hapin. Oportuniste është të përfitosh nga situatat dhe ti e di shumë mirë që Hygerta nuk është ai njeri. Po tash ti s'po pëlqen, po çfarë po do me thonë unë? Nëse termi nuk po të përshtatet tonë termin po e bëjnë në çit formë. Hygertën e shoh si oportuniste kur tjerë të hapin një situatë caktuar, që ndoshta Hygerta ka shumë me nis vet, Hygerta tenton me përfitu me opinionin e saj kur të hapet debati i tjerë, jo kjo me nis tjetër. Do të thonë veç për fshihet, nuk është nxitse. Okej, në rregull, nuk jam nisja. Ajo thot një mendim, unë them jam dakord me mendimin e saj. Pse jam fake? Veç një sekund, nuk ta ceka veç të cen, se nuk qënë. Jo, edhe nuk të Hygerta, unë të të munol e Londre, tje e kom pak tension, nuk u kam myra e dhush që ke këthy sona të mendimi ke jemi, edhe këtë mujtë me thonë po ju e kimi e edhe përmishë për fjallën shqipse, që e kom thonë vjetë kërkoj falje se nuk ka pas bëj skuthe. Me skuthe, shpifse. Skuthe dhe shpifse. Jo, shpifse s'ka pas bëjtë, se nuk e kijat. U konë, kjo kom pak në tension, edhe ka one për mendim temi nuk e arsyshme që reagoj, edhe pëse reagoj, atë mendim mujtën me dho krejt, që edhe ti, nëse kjo e ka pos qëllimin për situatat caktume, ka mujtë masë te kalon komplet debatin me mu, edhe ta kryn me orë me të nëmë, ti pëse ama mënyra që shka reagu, vendrimi së më ka pëlqy, Unë këtu e kom për shembull me Hygertën, veç pak, pse? Se do me thonë është Hygertja ajo që reagon sa herë që bëhet për mu. Unë që të e tonë. është ajo Hygerta që reagon sa herë që bëhet me mu. Ti e ke në raport me Klodin. Jo, veç pak, unë edhe fjallin s'kuthe e di pse a thëmë. Se realisht Hygerta akun ajo që më ka akuzu mu, por realisht Hygerta është edhe ajo që për skuthlek e kështu, që unë e kom pranu hafta, zi se ena me një lojë dhe jo a skuthi që kom qef me nëzit e kështu. Mu më duke skuth. Po, që unë e kom pranu, që i bi pishman shumë që pat prejka ajo fjallë, të mësë ja ditë tamon kuptimin që i bjenë, se më do ke fundi botës që më ka thonë dikur skuth, e tu e pas parasysh që tu vynë me kon skuthi. Nëse jashtë të dikush manipulu se këtë të tje, këto është kompliment. Ska sem kje që se ena me një lojë, Po pavarësisht me të drejtë, a do me të gjuj gjo? Skuthe një times më ka thonë njëri, je i parin këtë jetë. A i bjen për sa kështu? Je i parin në këtë jetë. Skuthe do të thotë që me negativitet bën intrigën. Jena me një lojë Hygerta. No, veç pak se nëse unë shekta, se më nosh me nëzit e kështu. Jo, bre Hygerta se për lojë po ta thëmë.
Për loj, po është era parë që unë e dëgjoj njetë. Po s'qa ka lidhe e sa fjallët i kom dëgju për jetë parë. A e kon ti qaj që më ki thonë për shemë dhe përsan pa karakter? Në fillim. Pa karakter? Po, më ki thonë përsan pa tro karakteri. A është ofendim? Po. E po? Po, aty e lype. Aha, do me thonë, kër e lypi une, bën me majtë. Kër e lypi Gerta, unë zbëm një Po, s'lypa gjë më vla, unë ta shtish jem dakord me Nëse lëndrimit ju kanë bledh senet me ty, edhe pse t'je ka reagun të nëzjerë, edhe u gut, po që ta senet që i ka bledh, ke mujt t'ja thonë edhe ma vën. Mi thonë, hajde ti këto, se ti qështu, ama atë të nëzjerë ke reagu ju kope për diçka kitë këtë. Po jo, une, okej, une nështë reaguar në tension, une nështë reaguar në tension, une reaguar... për zemër? O jo, kësan ditë në Gerta, kjo nuk ka të bëj që ti ki Klodin për zemër, po ka të bëj me mu që ti sa herë flitet për mu, ti zgjedh me pas një opinion, për shembull për ty, që automatikisht të gjej që jo, mendoj që lëndrimi e shfrytëzon Aurorën për interes. Një pyetje tjetër. Kam dalun, ose jo të kam dalë krahë se s'ke nevojë ti për mua në krah, po në kuptimin që të kam aprovuar shumë gjëra që ke thënë edhe ke bërë në këtë shtëpi? Patjetër. A ka ndodhur edhe sa një njëjtë opinionis tëme? Po, patjetër. Po? Një sekondë. A du të me pas në non-stop A kam për thënë pajtim? gjithkohë që unë besoj të shoqëria juaj? Po. Atere, kjo nuk ka të bëj që unë të sulem ty, se po t'ishte për të sulur ty, lëndrimit, u të sulesha për çdo gjë. Pra po dalim të ajo. Unë, kur flas për ty, flas për një gjë që e vëre dhe që vërtet e mendoj ashtu. Pra jo në të gjithë pjesën. Pra unë nuk po them që lëndrimi është ky nga fillimi deri në fund. Lëndrimi ka 1, 2, 3, 7, 30 gjërat mira, ka dhe 3 gjëra që s'pëlqejnë. Bravo, normal, patjetër, po njëjtë muna me t'i thonë edhe në ty. Pse? Se për shembull unë e di që sado që Hygerta nuk mundet me pranu, unë e di që për shembull Hygerta e ka pas atë problemin që unë e kom ngacmu non-stop për pjesën e xhumit. E di që i ka pengu kisan. Edhe në momentin që Hygerta e ka pas, në momentin që Hygerta e ka pas, unë nuk e kom ngacmu rasisht, e kom ngacmu që o kom personi që më ka kundërshtu. Unë e ta ceka, kundërshtu ti thuj, ka këtu banor, një për ty në është edhe dalë që, thuj sa dush nuk ta zgat. Nuk ta zgat. Nuk ta zgat. Jo rasisht lëndrimi zgjedh persona të caktuar, që ai bën edhe vlerësim Hygerta. Edhe gjithmonë të kom thonë, ti realisht nuk e din ka një herë sa kam reaguar, pastaj ta kam kuptuar edhe s'kam reaguar më. Po se e ki kuptuar se realisht ky sen është edhe në favor toni nëse e menon. Te xhumia, me thënë drejt. Po ty edhe Olta ta ka thonë se lëndrimi pjesën e xhumit ta bën me të ngacmuar, se ty lëndrimi ta bën që ti edhe kur je çut, nuk është që bën komedi çfarë loje, je ma pasive, që kjo është realiteti. Shumë. Tu ka një herë edhe din mi ndru komplet senet. Nuk, qëre, për një diçka që ti një e shkesh mrena, edhe nëse çdo praj me kop, prap nuk jeti ajo që po dalë praj për që ato që ki qef me dalë. Normal që ke nuk një jetë mirë, po tash nëse ti menon që ti ke kësojna e keni mund loj, me marrë shembul, normal. Po, amo nuk është se ty të pëlqen 100% se ti të prajmë se lëndrimit ka thonë po flenë gjë. Me lëndrimin, sinqerisht. Se s'po dalë për ato që kje menon që i ka vlirat e veta për me tonë. Unë e di që a i vlerëson dhe a i e di që unë e vlerësoj. Yes, është fakt. Unë ja kam thënë edhe në prime, thjesht ne të dy rrisim nivelin e debatit. Mos të bëjmë debate për gjumë. Mua kjo më ka shqetësuar fillim. E çfarë ka thonë lëndrimi? Se ti, do me thonë edhe në prime nga ka dalë që ky sen, që kjo Hygerta ma ka bo lëndrim. Ta ngrisim nivelin... Tu për gjumin, ma të fol për gjumin, ja që ka për kena folur për diçka tjetër. Na kena Hygerta në prime ma ka bo. Ta ngrisim nivelin e debatit, se dytë kena kapacitet. Edhe i thash, okej Hygerta, me gjithë respektin, apo thu që kena dytë kapacitet. Edhe apo thu që unë e pëjmaj nivelin e debatit, si pas të je pak ma tull, të e pas parasysh kapacitetin. Shfrytëzoje pra ti kapacitetin që e manalt. Qërë vish pak, na... Po të beton, vish pak është një diçka shumë e qartë që mos pritni... Shfrytëzoje pra ti kapacitetin. Po Hygerta, o të betojmë që po. Qëre, po nuk më ikën po Hygerta është tip... Hygerta ka zhjetë të me lujna, me veshë me mbrojë... Mune mu lidhë ku dalë një... Hygerta nuk sulmon. Hygerta nuk sulmon, dhe në momentin që Hygerta ka zhjetë të mos me sulmu, thjesht me reagu në momentet caktume, mos prit ti me ngrit kjo nivelin e mua e debat për të risa kjo nuk kur gjo nuk nëse ta ishin ko ta ishin ko 2 persona dur këto për me ngrit nivelin e debatit nëse këta këshin dosht edhe që e cekin të në kohën janë ardite dhe Hygerta ato që se kanë bo kor që se kanë bo këtar me zveti për ditë e si një 2 kundërshtar me këtë bëj debat po dhe realisht arditi zbën debat e po qa të thu Hygerta bravo e kam edhe në një farë mënyrë e sulmuar në thojza, jo. Te që kjo po du me dojnë, a je konë dëshmitare? Kjo është arfira që me ne që arditi tonë. A je konë dëshmitare? Tutem një sekundë, vetëm këtë të them, me që e tha Aurora.
nivelin e debatit e përmend Arditi. Nivelin e debatit unë e kam përmendur vetëm e këtë. Po, me që të e komentua. Në lidhje me gjumin. Unë e ti thash, mos priti me ngrit nivelin e debatit. Direkte, mos mu kap më gjumë, mu kap me gjëra tjera. Unë të kom gasmu për gjumin, edhe Hygerta është ajo që për shembull e ka nis debatin, të gjumi, po që jo nëse këtë dosane tjera. Te pjesa e Arditit po bina prap të tjaltë mija që tash, a e kom prezente, që për shembull ki kesh edhe timës disa raste, që unë jom kon me bjenën me Arditin gjumë. Qaj kom thonë Arditit 24-7 që i na kon gjupa. Jom shumë i lumë të që kom profën afrën se tash të mund të me folë ma shpine. Prof mos folë ma shpine, nuk e nxjerrin një fjallë. Une për shembull nëse i thëm diçka që nuk është, ose nëse i thëm diçka me tendencë për mi pengu edhe mi ngacmu, unë ja thëm që me nis diçka. Edhe unë prapë të cekë që Hygerta... Unë prej jashtë, kur jo morë që të nuk unë ditë me kuptu cëllë është arsyeja pse të thonë Arditi folë mrapa shpines. Se këtë gjë, unë nuk menej që dikush folë mrapa shpines, të thjesht nuk e ka gëzime me ta thonë sy, edhe një koment i shetë prej vetës vetë. Jo, edhe folë. Që ku po të me dojnë? Po ju se unë menej që këtu janë kamerët edhe njerëz me vedijet jo. Që kja është? Ta komentoj, kjo nuk është e folë mrapa shpines. Se tu që do bëjmë tjetër, unë e komenu që të sen, si kur ti që shqitu e thonë tash, që nëse unë jam të full qëto, me ty edhe është muhabeti bjen për lëndrimin, unë nuk me kështu tash është lëndrimi, ja me thonë mendimin e më thonë. Po është një diçka tjetër, se qa ku vrejt unë të Arditi këtu është, që Arditi nuk ka lidhë edhe, si që erështë e din që qaja nuk është për mu mbrojt, vish për me mejtë mirë me qatë person, që ato e banë, në gjose nuk më beqan as pak, edhe në fakt nuk është shembull, për mu nuk është shembull. Edhe kam ja thonë edhe Arditi, e bo një satë, ju gju lobit kur do lobi. Bravo, aja fa sot dini, fol me emra, edhe sot nuk do të me fol me emra, që ishte më zi situata, nuk ishte kush vente më. Për ato gjdo njeri, do të me ngritë zonin edhe aj që se ka ngritë për kur gjo, për si situata do të me dhonë zonë. Jo, mëre veç pak, po unë e për shembull situata ma jo e përshtatshme për me komentu u konë situata e Albes. Për pjesën e mbështjellës. Që do me thonë, u dash me pas shumë kujdes që apo nëzirë figure, edhe prap, po nisa unë personalisht për vetes, prap nuk mujta pa fol diçka, pa marrë parasysh qysh del, apo den, se jënë do momente ku du të me jap opinionin, pa marrë parasysh raportit. Qa të Arditi? Për shka? Qëpse e ka zjedur ta, unë të uroj, ku di unë? Po, jo, unë jam të thonë fillim, kur kum njështë si mua bejtë për Arditin, të isha qka janë të thonë, se unë e shumë ludën, a e dini që unë kur jam marrë dhe kum tru mendimin për ludën, unë e jashtë, asa ku po ludën që ban luj. Unë më kanë rrë dësene tjena në sy këtë, jo ludë, nashtë ako shumë lejtore dhe atëherë, po mu së më kanë rrë në sy. Unë e prej këto, unë e kum po si lutë, është kanë finale, pa më varë... Realisht po. Okej, nëse masi kom do me thonë, Ludo ka ranë sy, masi i ka shtirë, do me thonë, Alben edhe Labin. Edhe të nacionalisti dhe Benitin me pasën ka. Realisht, okej, është që kje që unë e ishë senet, edhe jem të e po që s'pishë senet gabim. Unë jem të e vlerësu vetën dhe me të vlerësu senet, unë e dhone edhe. No flat me venit. Marë një uj.